Vion aksioni i lirimit të hapësirave publike në Vlorë, kryetaria e bashkisë Brunilda Mersini ka ndjekur nga afër aksionin, ndërsa gjatë kësaj të martë është ndërhyrë me mjetet nga IMT për shembjen e të gjitha strukturave të cilat bëhen pengesë. Mersini ka konfirmuar se përgjatë rrugës transballkanike veç subjekteve të cilat janë ndërgjegjësuar, ka dhe rreth 23 të cilët nuk janë përgjigjur apelit dhe kanë kaluar afatet. Sipas kryetares së bashkisë së Vlorës, për këto subjekte, prej sot ka nisur ndërhyrja me mjetet e IMT-s. Ndërsa është e rëndësishme të theksohet se ky aks, si rruga transballkanike, është mjaft i rëndësishëm për qytetin e Vlorës dhe këto struktura bëhen pengesë për qytetarët, por dhe zjarfikset dhe ambulancat. Aksion për lirimin e hapësirave publike, i cili duket se është intensifikuar dhe po vijon në gjithë qytetin. Po, ky është një aksion që ka gjetur përkraje në pjesën më të madhe të bizneseve që janë të ndërgjegjësuar, që hapësira publike nuk i takon atyre. Dhe vullnetarisht 22 subjekte kanë marrë masa dhe i kanë liruar hapësirat publike, por ka një numër gati 23 subjekte, të cilët janë jashtë afateve të njoftimit që struktura e Inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit të Territorit i ka njoftuar, dhe tashmë ne po kalojmë në aksionin për ndërmarrjen e vetë prishjes së tyre. Ju tërheq vëmendjen që duhet ta bëni fakt që kjo struktura këtu pengon kalimin e qytetarëve dhe nga pjesa pas e kësaj strukturës që ju mbasi keni ndjekur aksionin, ishte një zonë e cila kishte një ndotje maksimale. Pra, vetë strukturat jo vetëm që pengojnë kalimin e qytetarëve, po kthehen edhe në spote, në hotspote të cilat janë të ndotura edhe bëhen edhe probleme edhe për pjesën e mbarvajtjes së qytetarëve, të ambienteve, të rrugkalimit dhe edhe të zjarfikses. Në fund ditës, të ambulancës, gjithë institucionet kanë nevojë për hapësira për të operuar. Për të shënduar te aksioni i IMT-s, një aksion i cili është që në monitoring në disa faza dhe jemi sërish në rrugën transballkanike. Deri ku do të vazhdojë dhe sa objekte janë në total të konstatuar që do të ishin në bashkia? Në këtë javë janë 22 objekte, të cilat janë njoftuar dhe identifikuar, dhe sot do të vazhdoj aksioni që këto 22 objekte të kalojnë në fazën e prishjes, domethënë nga ana e inspektoriatit. Duke u kthyer te ky aksion, përveç rrugës transballkanike, pritet vijë edhe në brendësi të vlagjeve të qytetit, sepse edhe aty ka patur problematika me zënien e hapësirave publike. Duhet të dokumentoni rrugën transballkanike. Është zemra e qytetit. Dhe ju e shikoni që mbi trotuare ka parkime makinash. Ka biznese që operojnë mbi trotuare, shesin mbi trotuare pllaka, çdo lloj materiale elektrike, çdo lloj gjëje. Ka subjekte të cilët kanë servis makinash, por kanë goma të lëna me sasi shumë të mëdha rrugëve të qytetit dhe trotuareve të qytetit. Kjo nuk mund të vazhdojë më kështu. Mersini është ndalur dhe tek aksioni për objektet e braktisura, të cilat janë kthyer në një problem edhe për ndotjen në qytet. Në bashkëpunim dhe me pronarët e tyre, me qëllim që dhe këto objekte të mos jenë sërish një problematikë e shtuar në qytet. Keni pasur edhe një aksion pasimi për objektet e nga pasdora nga subjektet private. Çfarë do të ketë? Ato janë subjekte private. I takon privatit ta zhvillojë pronën e tyre, diku ku ata mendojnë që do të ketë një leje ndërtimi, diku një biznes tjetër, por i takon atyre. Por ky është ndërgjegjësim. Mund ta kenë pronën e tyre, por një pronë e braktisur dhe lënë në mjerim dhe është bërë hotspot për mbeturina, për mbetje, për qente dacak, për çdo lloj problemi dhe janë kthyer, ju e dini që Kinemali Bemi ishte një vatër infeksioni, inspektoratet e mjedisit, inspektoratet shëndetësor kanë dërguar disa herë alerte që niveli i ndotjes atje ishte shumë i lartë. Ne e kemi kthyer në një hapësirë që nuk ka ndotje dhe pastaj takon subjekteve private që disponojnë këto prova të operojnë për mbrojtjen e tyre. Aksioni për lirimin e hapësirave publike në Vlorë ka nisur fillimisht në muajin korrik, ndërsa është duke vijuar, teksa për të gjitha subjektet që u ka kaluar afatin do të ndërhyet me mjetet e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit për të shembur, aksioni i cili ka nisur dhe do të vijojë deri në lirimin e plot të hapësirave publike në shërbim të qytetarëve.